Në realitetin ton ballkanik, jemi mësuar që burgun ta shohim shpesh si një lloj kosto biznesi. Për një zyrtar që ka shitur firmën e tij apo një biznesmen që ka glabëruar miliona përmes tenderave të fryrë dhe pastrimit të parave të narkotrafikut, qëndrimi disa vite në qeli duket si një sakrificë e vogël. Kjo ndodh sepse deri më sot ata e kanë pasur një garanci. Perandoria e tyre financiare do t'i priste e paprekur sapo të dilnin. Por kjo epoke të burgosurve të pasur duhet të marrë fund. Drejtësia nuk ka asnjë vlerë nëse i dënuari del një burgu si milioner. Nëse duam të kuptojmë se si moshtet korrupsioni strukturor, duhet të shohim se çfarë bëri DNA në Rumani. Gjatë dekadës së tyre, prokurorët dënuan mbi 1000 zyrtar të lartë. Goditja e vërtet ishte mbi personat juridik. Mbi 1050 kompani u fshin nga harta. Prokurorët aplikuan sekuestron preventiv mbi çdo llogari dhe çdo mjet, duke konfiskuar mbi 2.3 miliardë euro. Ky nuk ishte thjesht ndëshkim, ishte shpërbërje e mjetit të krimit. Historia e korrupsionit rumun ka emra që sot qërbejnë si gërmadha juridike. Romstrade S.A. u shpërbë dhe pronari i saj pas se si llogarit u ngrin dhe kompania hyri në falimentim. I njëjti fat ndoqi edhe Euroconstruct Trading 98 dhe Teldru S.A. Një drejtësi që funksionon vërtet, duhet të ndjek paran në çdo hallk të zinxhirit. Nuk është vetëm zyrtari që hedh firmën, është kontraktori dhe nën-kontraktori që fshihet në hije. Çdo subjekt që ka shërbyer si lavatriçe për paratë e narkotrafikut apo tenderave të fryrë, duhet i nënshtrohet likuidimit. Pasuria e vënë me krim rrallë mban emrin e kriminalit. Ajo fshihet te familjarët. Konfiskimi i zgjeruar duhet të jetë rregulli. Nëse pasuria nuk provohet e ligjshme, shteti duhet ta marrë menjëherë. Shqipëria nuk ka nevojë për më shumë spektakle me pranga. Kemi nevojë për një drejtësi që operon me ftofësi financiare. Drejtësia përmbushet kur mjeti i krimit, pasuria e vjedhur, argëzohet dhe kthehet në dobi të publikut.